dhe domethënë ajo që pranohet me logjikën e këtyre gënjeshtarëve. Dhe këta gjithashtu e refuzojnë njëri tjetrin, cilën ta mohojnë, cilën mos e mohojnë e kështu me radhë. Këta përshkruen, siç ka thënë Amr ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, edhe ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, janë mukhtalifune fil kitab. Ata janë të përçarë në kuptimin e Kuranit. Mukhalifune lil kitab, edhe janë që kundërshtojnë Kuranin. Muttafiqune ala mufaraqatil kitab, edhe janë të bashkuar në largim prej Kuranit. Domethënë ky është përshkrim për të gjithë bidatxhit që ekzistojnë. Domethënë janë njëherë bidatxhit mes veti, janë kundërshtim për Kuranin, edhe për Sunetin. Dhe janë kundërshtim me Kuranin. Në çka janë të pajtuar, të bashkuar që friksohen se ne do t'i përçojmë? Çka janë ata të bashkuar? Janë të bashkuar që ta kundërshtojnë Kuranin. Domethënë edhe ky bashkim është bashkimi më i keq. Edhe patjetër se ky bashkim duhet të përçahet. Prandaj nuk friksohemi edhe prej akuzës me përçarje. Përçojmë, si thot Sheikh Fozani, hafidhahullah, domethënë e vërtetë është se emri selefi përçan, e përçan të vërtetën nga e pavërteta. Edhe ne gjithashtu duam të ndajmë të vërtetën nga e pavërteta. Edhe të ndajmë ata njerëz që të ndajmë domethënë ata që janë bashkuar për ta kundërshtuar Kuranin, edhe të bëjmë më shumë njerëz që pajtohen të ecin sipas Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sipas kuptimit të sahabeve.